Shikues, tani jemi në rubrikën Këndi familjes dhe sot do të flasim për lojën, se sa është e rëndësishme. Nganjëherë mendojmë që loja vetëm na zbavit, të argëtohemi, mirë po që në fakt edhe varet se çfarë loje po bën fëmia, edhe se si mund të ndikojë më pas në zhvillimin e trurit dhe aftësive njohëse tek ai. Gjitha këto do të diskutojmë bashkë me psikologën e zhvillimit për fëmijë, Naile Rustolli Hoxha, të cilën e kam sot këtu në studio. Mirëmëngjes Naile, faleminderit shumë për kohën që e ke pasur dhe sot jemi neve. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Atëherë, Naile, si ndikon lojrat në përgjithësi në aftësitë njohëse tek fëmijët, po ashtu edhe në zhvillimin e trurit? Atëherë periudha në të cilën jetojmë do ta theksoja koha e teknologjisë, mbi ngarkesat, streset të shumta, ndonjëherë prindrit me të vërtet harrojnë atë që është më e rëndësishme do të thotë për fëmin. E do të thotë ndoshta dhurata ose gjëja më e madhe më kryesore që mundën mi dhënë fëmijës së tyre është loja. Ajo çka është biseda për të rritunit, për mi shpreh emocionet, gjendjen shpirtërore apo të përgjithshme, loja është për fëmin, do të thotë e zë vendin e bisedës, për shkak se fëmijët ende nuk i kanë të zhvilluar ende do të thotë aftësitë komunikuese përmes lojës ata shprehin veten e tyre. Pra ndikon drejt për ditë në emocionet, në shprehjen e emocioneve, apo jo? E ndihmon se si me i rregullu ato, ndoshta edhe se si me i shpreh. Pikërisht, vetërregullimi është një prej aftësive që do të theksoja që fëmijët e zhvillojnë do të thotë që në vitet e para të jetës. Do të thotë menaxhimi i emocioneve, kontrollimi i sjelljeve impulsive, përmes lojës fëmijët faktikisht e kuptojnë që për shembull nëse gjujnë një lodër, atë do ta dëmtojnë atë, ose në situatën tjetër fillojnë të kuptojnë se si ta kontrollojnë, qetësojnë veten. Normalisht që kjo nuk ndodh brenda një dite ose brenda një periudhe të shkurtë kohore, mirë po me rritjen e moshës, do thotë kjo aftësi vetëm se shkon do thotë duke u zhvilluar, nëse u lejohet hapësirë fëmijëve që do thotë të luajnë të lirë në mënyrën se si ata dojnë. Po, Naile, kur mendoni cila është mosha ideale për me fillu një fëmijë edhe me pas lojra afër vetes, ndoshta edhe me prindin që me lujt, ndërkohë edhe më pas ato fizike, me i prek, me i ndje dhe vetë? Qysh në fillimet e viteve të para të jetës, do të thotë fëmijët duhet do të thotë me pas lodra të ndryshme në aspektin e zhvillimit shqisor senzorik. Kur po them lodra të ndryshme, nuk po them që me pas një grumbull të madh të lodrave, do të thotë që fëmia mund të përqendrohet nga një numër i madh i lodrave. Nganjëherë do të thotë prekja e materialeve të ndryshme, gjonave të ndryshme ka me ndiku në zhvillimin senzorik të fëmijës. Mirë po në vitet e para loja nuk ka pse me qenë strukturuar për i prindit. Do të thotë unë ma shumë e vu theksin që mu përcjell loja e fëmijës edhe prindi me mu mundu mu inkuadru edhe me ndërvepru me fëmijën. Më lon hapësirë që fëmija me kuptu që po tenton mi rendit bloqet ato përzohen, tenton prap. Në qëtë formë e kupton që do të thotë nuk dorëzohet, e zhvillon vetë besimin, e zhvillon kreativitetin, imagjinatën, do më thonë, janë shumë aspekte pozitive, të cilat fëmija i zhvillon do të thotë përmes lojës, kur ati që është theksuar më herët i jepet hapësirë që me lujtë. Naile, gjithmonë e kam pas këtë mendimin se një fëmijë i vogël i posa lindur ku mundet me kuptu, edhe pse për shembull prindrit i vendosin lodra mbi shtratin tek fëmia, tek foshnja. Mundet me ndiku diçka që nga ai moment është mirë me i vendosë lodra të ndryshme, kafsh apo forma të ndryshme të cilat vetë edhe i kemi lodra të cilat janë? Po, faktikisht unë do të thotë që nga vitet e para të jetës, po flasë për përvojës me djalin, nuk kom vendos një numër të madh të lodrave, mirë po kom punu që fëmija me zhvillu do të thotë koncentrimin përmes kartave, fillimisht për shkak se fëmijët të shohin më shumë fillim ngjyrat bardhë dhe zi, e pas mujtë të tretë fillon edhe ngjyra e kuqe me qenë theksume, e pas mujtë të gjashtë edhe ngjyrat e tjera. Do të thotë përcjellja e kartave është zhvillimi i vëmendjes. Fëmija do të thotë fillon me kuptu, me përcjell atë, do më thonë se çka po
paraqitet prej tjetrit. Prej mujit të 6 të tutje fillon fëmia me tregu edhe ndërveprim edhe më shumë me prindin, për shkak se mujt e parë më shumë është njohje e botës, se çka ashtu ndodh. Do të thotë ku një farforme ekspozohet në gjëra të reja edhe është njoftim për ta çdo gjë. Po pas mujt të 6 fillon me ndërvepru më shumë me prindin, pas mujt të 9 tregon interesim edhe për të tjerët, e pas vitit të parë tregon interesim edhe për fëmijët e tjerë. Edhe do të thotë tregon lidhje emocionale. Tregove që patjetër një fëmijë sheh bardhëzinë në periudhat e para pas lindjes, më pas fillon me gjëra të tjera. Është e rëndësishme edhe ngjyrat që nga fillimi, pra të kemi sa më shumë gjyshe kudo nëpër shtëpi ambient të tillë, apo nuk ka rëndësi? Atëherë, ekspozimin vitet e para është e mirë që fëmijës me ju prezentu çdo send, me fol sa ma shumë. Nënat të cilat do të thotë ose baballarët kalojnë kohë me fëmin, mi fol fëmis, mja tregu, mja verbalizu edhe pse në fillim mundet mi duk që nuk është të bo kur gjë, truni fëmis është në zhvillim e sipër, edhe merë përthith informata. Pas vitit të parë, prindrit fillojnë me kuptu qatë një vitin e parë, dhe më thonë rëndësin e qaty në biseda ose emërtime të cilat ja kanë realizu fëmis. Ose për shembull përsëritja e gugatjeve të fëmijës që fillon prej mujve 6-9, do të thotë kur edhe prindi ndërvepron me fëmijën edhe fëmia një farforme është një inicim i kontaktit social. Do të thotë këto janë fillimet e para e që tani do të thotë edhe përmes lojës fëmia edhe vazhdon të zhvillojë. Mundet të zhvillohet imagjinata, krijimtaria që nga fillimi, nëse ne i servojmë, i shërbejmë pra lodra të ndryshme para syve fëmijës? Patjetër që po, do të thotë përmes lojës zhvillohet të menduarit kreativ, imagjinata. Momentin që do të thotë fëmijës i lejohet hapësirë, për shembull, ka një fletë, një laps ose një ngjyrë, do më thonë vizaton ose ngjyros në formën që shdojnë vetë, ose ka kube para vetës, i ndërton formën që shdojnë vetë, do të e zhvillon të menduarit kreativ. Njëjtën kohë këtu zhvillohet edhe empatia, do të që do e kësha theksu si një aftësi shumë e rëndësishme kur fëmijët fillojnë, të më thonë për moshës 1 vjet e gjys 2, fillojnë me lujt bashkë me fëmijët e tjerë, pasi në fillim qëndrojnë afër tyre, po ende nuk ndërveprojnë, ku do të thotë fëmija fillon me kuptu që për shembull nëse godas shokun, ai nuk po lun ma me mu. Edhe do më thonë që kjo nuk është një gjë e mirë me realizu edhe nuk e shfaq ma. Ose për shembull kur unë qaj shumë, për shembull lodrat ose gjanat të cilat nuk i marr ato që du një farforme, është një e zhvillon edhe formën e komunikimit, empatin, edhe të njëjtën kohë dhe zgjerimin e fjalorit. Tash përmes ndërveprime vloja ka aq impakte pozitive, do të thotë në zhvillimin e fëmijës, edhe fillon qysh herët, do të thotë prindrit inkurajohen që mi nxit sa më shumë fëmijët një farforme që me lujt edhe mi lonë të lirë, një farforme me lujt lojën e tyne edhe mi zhvillu krejt të aftësi të cilat janë mëset nevojshme. Naile, se komenton disa fëmijë që nuk kanë dëshirë me ndalu lodrat me të tjerët, me fëmijët e tjerë, edhe ju pengon ndoshta janë pak më jo social me fëmijët e tjerë. Ju ndihmon loja nëse vetë se ne vazhdimisht e lëmë me fëmijët e tjerë edhe që të mësojmë për bashkëpunimin me të tjerët, edhe me moshatarët, me pas një raport pak më të ngushtë. Po, faktikisht ndarja e lodrave, pritja e radhës, tolerimi mund ndërprej prej lodrës, aktivitetit, përcjellja rregullave, rutinave. Domethënë gjitha këto fëmia normalisht deri në moshën 2 vjeç që ka mjaft sfiduese, nuk do në mundo për diçka të cilën e ka shumë të dashme për veten. Mirë po përmes tërveprimit me fëmijët e tjerë, fëmia fillon do të thotë me toleru, me bashkëpunu me tjetrin, me prit radhën gjatë një detyre, aktiviteti ose loje. Do të thotë gjitha këto zhvillohen në bashkëpunim edhe me moshatarët, ku për shembull vitet e para që she theksum loja është jo e strukturume, mirë po me moshatarët fillon mu strukturu, do të thotë edhe mi zhvillu edhe aftësit sociale, emocionale, do të thot edhe të komunikimit për shkak se fëmia kur dëgjon prej fëmijës tjetër, do të ndonjë fjalë fillon e përsërit, edhe
fillon me kuptu atë fuqinë e komunikimit, do më thonë të fjallës për me ndërvepru me tjetrin. Ne po përmendëm vazhdimisht lojën e lirë dhe të strukturuar. Ku është dallimi mes këtyre dy lojrave dhe cila është më e rëndësishme? Atëherë, dallimi është se tek loja e lirë, do të thotë fëmia ka një numër të vogël të lodrave, që nuk e them, për theksoj prap, mu ekspozu shumë lodra, edhe e lunë në formën qysh a i don vetë. Do shta fëmi si pëlqen një gjethe, me gjethe lunë, ose me gurë, do më thonë, ose me uji, pëlqen do të të formën qysh a i don. Ndërsa në anën tjetër të loja e strukturume është një aktivitet të cilën do të të merë prindi, ose merë edukatorja të cilën e realizon në bashkëpunim me moshatarët. Në fillimin e viteve të para të jetës, loja e lirë ka rëndësi të jetë madhe. Edhe për me zhvillu atë kreativitetin edhe imagjinatën që theksu më herët, fëmia duhet me qenë i lirë. Mirë po në anën tjetër, pas moshës 2 vjetë e gjysmë, për mi kuptu këto regullat, rutinat, ndarjen e lodrave, ndërveprimin, bashkëpunimin me fëmijët e tjere dhe me të tjerët, atër edhe loja e strukturume ka do të rëndësi shumë të madhe dhe në zhvillim në aftësive të tjera. Naila, po shoh këto kohëve të fundit që disa lodra përderisa i blejmë në dyqane ose mallra të ndryshëm e kanë të dedikuar edhe moshën, pra për cilët fëmijëve që janë të dedikuara, ndërkohë edhe thuhet, shkruhet në to që janë edukative. A nuk e kanë të gjitha lodrat qëllimin e njëjtë që të jenë edukative për fëmijët? Kanë qëllimin e njëjtë faktikisht, po varsisht ndoshta se si përdoren, a din do të të funksioni tyre të përdoret, po fëmija nuk ka nevoj për një numër shumë të madh të lodrave. Nga njëherë, ajo koha që kalon me prindin, ndërveprimit që ka, atashimi, lidhja emocionale që e krijon, do të thotë ka rëndësin, do të thotë më të madhe. Po në anën tjetër, fëmija din më knaqe edhe me shumë pak gjana, edhe me diçka që e gjenë në shtëpi me një lodër shumë të vogël, do të thotë mund din me ditë vlerën, ndoshta me vlerësu që ato. Ne deri më tani biseduam për lodrat të cilat vetë se kanë mundësi fëmijët me i prek, pra fizikisht me i ndje. Por edhe lojrat elektronike tashmë vetë se janë të zakonshme dhe pothuajse në secilën shtëpi, teknologjia vetë se këtë e ka bërë të vetën, mirë po kanë ndikim të njëjtë apo negativ? Koha do të thotë e teknologjisë të cilin po jetojmë fatkeqësisht një farë forme është duke mbizotruar. Unë prindrit, sidomos në 3 vitet e para të jetës, inkurajoj që mos me ekspozu fëmijët asese. Do të thotë këto edhe e rekomandojnë edhe studimet të cilat janë të realizuara do të thotë për zhvillimin e fëmijëve, dhe ku edhe raportojnë që loja e lirë, jo në mjetet e teknologjisë, mirë po loja do të thotë e cila është funksionale, një farforme, atëherë ndihmon që fëmija mu zhvillu në aspektin socio-emocional, kognitiv, gjusor, do të thotë ka ndikime pozitive. Mirë po, ekspozimi i hershëm do të thotë mjetet e teknologjisë, edhe nga përvoja në punë me fëmijë, e shoh që çdo ditë fëmijët do të thotë kanë probleme në sjellje, vështirësi në fushën e komunikimit, vështirësi në vëmendje afatgjatë. Do të thotë gjitha këto nuk mundën mi zhvillu aftësitë e tyre për moshën të cilën e kanë. Andaj ka impakte shumë negative. Ndoshta me rritjen e moshës në një periudhë të limituar mund të ekspozohen, mirë po ase si kohë të gjatë. Kur e arrin një moshë fëmijët, e kanë fjalën kur janë vetë aktiv në kopshte ose në shkollë, ata më pas i kanë detyrat edhe të ndara, pra kanë detyra shtëpie, edhe kanë angazhime me cilat, pra mund të merren përmes lodrave. Por në vitet e para të jetës, duhet edhe që të ketë një balancë pra të lodrave, se sa ne i ekspozojmë fëmijët me ta, duhet pasur kufi me orar. Po, atëherë ekspozimin vitet e para do të thotë unë prind t'i inkurajoj që një farforme mos me qenë strikt në ato që mos e prek ose mos e bë. Është mirë që dhoma ose vendi ku qëndron fëmia me pas disa lodra të caktuara për moshën e tij, mirë po jo numër i madh. Për shkak se do të ndikon direkt në që fëmija mu shpërqëndru let, ka shumë zhurma, shumë drita, shumë ngjyra. Kështu që
ekspozimin në mënyrë graduale, me rritjen e moshës, ka me ndihmu fëmijën do të thotë për shkak se ai nëse shikon një lodër, ndoshta një periudhë të shkurt ka mu pas vëmendjen të ajo. E që kjo ka me ndiku edhe në zhvillimin e vëmendjes më vonë. Mirë po, do të thotë ekspozimi në shumë lodra fëmija ka mu shpërqendru shumë lehtë se s'ka me ditë të cilat do të thotë me pas vëmendjen ose me një dukë ma kreative. Është rëndësishme dhe prezenca e prindit që t'jetë bashkë pjesëmarrës në lojra? Patjetër që po, është pjesë e pashmangshme, lidhja do të thotë emocionale, atashimi që fëmija e krijon me prindin, qysh në vitet e para të jetës e vu themelin do të thotë për një zhvillim të shëndetshëm emocional të fëmijës do të thotë edhe më vonë. Kështu që prindi sa më shumë që kohë kalon me fëmijën vitet e para të jetës, edhe i ndihmon një farë forme që do të thotë ose inkuadrohet në lojën e tij, do të thotë ka me ndiku pozitivisht në rritjen do të thotë një fëmije me shëndet mirë mendor do të thekse. Cilat janë gabimet që i bëjnë prindrit nganjëherë pikërisht në pjesëmarrjen e lojë kur bëjnë bashkë me fëmijët? Ne nganjëherë të rriturit jemi më të paduruar, edhe mendojmë që edhe ata duhet me ditë sikur ne. Duhet me tregu që e ka bërë gabim një hap, ose ndrosha me regullu te, me korrigju atë, si duhet me vepru në këtë raste? Atëherë, ndoshta gjëja e parë që do të theksoja është ai konteksti kulturor ndikon që nonat tona të kenë atë imazhin e pastërtisë, se krejt shtëpia duhet me qenë shumë e pastër edhe ajo thonja e fëmijës mos e prek, mos e bë, mos e zhyt. Fëmija duhet me prek, me realizu gjëra të ndryshme, mu zhyt. Do të thotë mu buj pa pastër. Për shkak se, përmes kur fëmija i prek, do të thotë i zhvillon shqisat, stimulimin senzorik. Kur fëmija do të thotë nuhat, do më thonë gjitha këtu janë shqisat të cilat zhvillohen e të cilat do të thotë ndihmojnë ma vonë do të thotë në rritjen e fëmijës. Një farë forme janë fazat të cilat duhet mi plotësu. Edhe nëse nuk plotësohen, fëmija ma vonë mundet me pas probleme në një fushë të caktuar të zhvillimit. Andaj duhet mulon sa ma shumë i lirë. Te pjesa e lojës, nëse për shembull fëmija e ka ndërtu do të thotë një kull me bloqe, edhe prindi thotë jo çashtu po çështo. Faktikisht ja bën me dije fëmijës që ti nuk den, gjithmonë është një i rritur mbi ty që të tregon se ti çu dush me vepru. Po na nëse lojmë të lirë, e ka ndërtu, e inkurajojna sa mirë jetë u mundu, edhe mundin, sa mirë e ke ndërtu, atëherë faktikisht na jena të e rrit një fëmijë që pe zhvillon vetë besimin, që shet që po mundet vetë mi realizu gjonat, edhe një farforme e inkurajojna mu pavarësun të ardhmen. E jo vazhdimisht me ko një person brapa ti që të regon qdo hap, të thotë se që ka me realizu. Vërtet. Po fëmijët që nuk i bëjnë fare për shtypje lojrat? Atëherë, sa ndodh kjo? Deri në moshën 2 vjeç, nëse vrim që fëmija nuk po të regon asnjë interesim për lodër ose ndërveprimin me personat për rreth, lojë funksionale, mundet me qenë si rezultat i ndonjë vështirësie zhvillimore që mundet me pas fëmija. Unë prindrit i them që mos mu shqetësu herët, janë vitet e para të jetës, edhe secili fëmijë ka ritmet e zhvillimit ndryshe. Do të thotë një fëmijë mundet me fillu me fol pak më vonë, ose me lujt pak më vonë. Mirë po nëse arrin moshën 2 vjeç dhe fëmija nuk po lun, nuk po ndërvepron, nuk po tregon interesim për fëmijët e tjerë, atëherë me realizu një konsult psikologjike, do të thotë ndoshta kish ndihmu me evidentu nëse ka ndonjë vështirësi te fëmija. Çfarë lojra rekomandoni për moshat 1-3 vjeç, më pas 3 deri në 5 e tutje? Okej. 1 deri në 3 vjeç do të thotë loja që e zgjedh fëmija. Na e ndjekim do të thotë motiven e fëmijës. Do të thotë mundet me qenë loja me bloqe ose çka do të qoftë loja imagjinative, role playing ose do të thotë model ku fëmija për shembull bëhet kishe pe ushqen kukullën ose bëhet sikur mjek, do të thonë deri në 3 vjeç ju e strukturuar. 3-6 vjeç. Do theksoja loja të cilat e zhvillojnë koncentratimin e vëmendjes, koordinimin sy dhe dur, do të thotë zhvillojnë aftësitë komunikuese, edhe zhvillojnë nështë do të thotë imagjinatën edhe kreativitetin. Ka lojra të ndryshme të cilat janë të strukturuar prej moshës 3 deri në 6, të cilat do të thotë i ndihmojnë prindërit nështë
të cilat mundën mi gjetë në internet edhe me pas idenë si çka me lujt me fëmijën e tyne. Po, Naile, gjeneratat tona kanë lujt ma herët jashtë, në hapësi, në natyrë, në përgjithësi, edhe nuk kemi pas shumë edhe lodrat, tashmë këto fizike që vetë se i prekim edhe, ndoshta kemi lujt me thjesht ato mundësi që i kemi pas. Si i shet ashtë fëmijët në ditët e sotme? Edhe prindrit që ndoshta shpesh herë nuk dëshirojnë që fëmijët e tyre do dalin jashtë në hapësirë, edhe përmendet që disa nëna vetë se janë pak më shumë se ç'duhet që mbajnë higjienën, edhe që duan që fare fëmija mos me qenë pis edhe vazhdimisht me qenë i pastërt në veshje. Mirë po që më pas nuk i lejojnë që dalin jashtë. Si e komenton këtë? Okej. Atëherë fillimisht të theksoj nonat të cilat e rinë shumë gati fëmijës në aspektin e pastërtisë, mundën me ndiku që në të ardhmen fëmija me zhvillu probleme do të thotë si obsesivo-kompulsivo disorder, do të thonë çrregullimi i obsesivitetit kur fëmija nuk don duhet mi pas pa pastërta, nuk don mi lo teshat se gjithmonë është mësuar ja ndru në sekond. Në anën tjetër, unë gëzona kur sot e shoh ai fëmijë që s'është në telefon edhe shon rrugë që ka dalë është të lume top. Për shkak se është periudha ku fëmijët janë të ekspozuar aq shumë në teknologji, prindjen aq të mbi ngarkuar me punë edhe do të thotë kjo jeta stresuese e cila na ka mbërthyer ndoshta krejtëve, periudha në të cilën na kemi lujt, mendoj që u kon më e shëndetshme. Për çdo aspekt do të thotë në fushë të zhvillimit. Prind tash janë më të vetëdijshëm, do të thotë janë më të informuar për çdo fazë të zhvillimit të fëmijës së tyre, mirë po koha ndoshta e pamjaftueshme për më marrë me fëmijën po i bën që mu ekspozu shumë herët, edhe që po ka efekte shumë negative pastaj. A mendoni që në përgjithësi edhe vetë shteti nuk po bën shumë në këtë aspekt, sepse pushtetet lokale realisht shumë pak bëjnë edhe krijojnë këndet e lodrave nëpër komuna të ndryshme. Ka shumë pak. Edhe prindrit mundësi të vetme që ndoshta për me i dërgu fëmijë dikun janë në këto shtëpitë e madrave në përgjithësi, qendra tregtare. Të cilat kryesisht janë me pagesë. Po, mundet me qenë kjo një nga arsyet, ndoshta që do e theksonim, mirë po fëmija nëse merr një top del me lujë, domethënë nuk ka nevojë edhe për një park shumë të madh të lojnave, për do thotë me dalë dhe me zhvillu çdo aftësi edhe njëjtën kohë edhe me u arktu. Po, e vërtet. Naile, përpos lodrave që duam shpesher me i lënë fëmijët të lirë, nga njëherë dhe kufet janë të mirë për fëmijët. Andaj di që sot da kish një bisedë shumë interesante bashkë me Mirjeta Pestishën, psikologe po ashtu e njohur në rrjetet sociale, apo jo? Po. Që ta dinë prindrit në çka të fokusohen dhe me dëgju. Të cilët do të dojnë mu informu rreth, do të thotë se si ti përcaktojnë kufit të shëndetshëm fëmijëve, atëherë nga ora 9 munden me na ndjek live në Instagram ku do të do informojnë për shumë gjëra rreth fëmijëve. Edhe jam e bindur që do të ketë interesim shumë të madh të secilit prindër. Naile, faleminderit shumë për kohën që ke pasur. Ndërkohë ne kemi tani një material që do të flet për Halloween, festën që djev, kudo në përbot festohet, do doja një mendim nga ana juaj. Halloweeni si mund të ndikojë tek fëmijët, edhe është mirë që të bëjmë pjesë të kësaj feste apo jo? Po, unë faktikisht po japim më shumë rëndësi se ç'duhet? Shumë më shumë se që s'duhet edhe po shumë faktikisht në për qendra tregtare që po realizojnë ambiente shumë të frekshme, në mbushën e fëmijës, do më thonë që to ekspozime, po flasë për ambientet e frekshme dhe gjonat e frekshme, do të thotë ndikojnë që fëmija do të thotë me zhvillu pasiguri, ankth, stres, do të thotë edhe probleme më të mëdha. Ndoshta veshja si do të thotë superheroj, ata që i pëlqejnë, kish me qenë më adekuate për moshën e tyre, mirë po ekspozimin, frika, në qysh në moshë të hershme, ka impakte shumë negative, sinqerisht. Faleminderit shumë për këtë mendim, Naile, dhe kënaqësi që të pata sot në studio. Kënaqësia imja. Faleminderit shumë. Atëherë po hyrojmë me materialin të cilën vetë se tregova, do të flasim për Halloweenin se si